jam tani dhe ju njoftoj kishën time, sepse dje mora darkën e Zotit në familje, në normalisht darka e Zotit merret në kishë, por në ato momente kisha ishte mbyllur, sepse vetëm të dielave ka aktivitet, shkoj diun. A megjithatë, unë bëra këtë marrje të darkës së Zotit, unë bëra darkën e marrjes, unë bëra marrjen e darkës së Zotit si përkujtim i asaj që ka bërë Krishti për mua. Një herë bie që darka e Zotit bie para Pashkëve, shumë rrallë, një herë në disa mijëra vjet, sepse ra tamam siç përshkruhet në Bibël. Domethënë, të mërkurën Krishti mori, pesoi me di shokujt e tij Pashkën, dhe të dielën u kryqëzua dhe vdiq. Dhe jo të dielën, po të herë, jo më fal, të shunën, domethënë të mërkurën, e mërkura qenë patjetër, të mërkurën ai mori Pashkën në atë kohë dhe të dielën u ringjall, ishte ndryshe nga jeta në tokë, por duhet u them dhe kjo ka më shumë rëndësi se një kryqi pa Krishtin do t'ishte një gjë pa kuptim. Pra përsëris, kryqi pa Krishtin, pa sakrificën e Krishtit, kryqi do t'ishte pa kuptim, një gjë pa vlerë, një gjë dras që hidhe në zjarr. Por jo, Krishti e shenjtëroi kryqin. Krishti, ashtu siç ishte vetë shenjtëroi dhe kryqin, shenjtëroi dhe drurin, dhe gurin, dhe malin, dhe fushën, dhe tërë tokën. Amen. Dhe
kushdo dhe kushdo që ka lënë për hir të emrit tim, shtëpi ose vëllezër, shtëpi ose vëllezër, shtëpi ose vëllezër, ose motra, ose atin, ose nenën, ose gruan, ose bijin, ose ose ardh, do t'i marr 100 fish dhe do të trashëgoj dhe do të trashëgoj jetë të përjetshme. Por shumë të para do të jenë të fundit, dhe shumë të fundit do të jenë të parat. Ishte u ngjill nga Mateu, kapitulli 19. Lexoj në Bibël shkrimin tani Thanasi.